Si në shumë shkolla të Prizrenit dhe në shkollën Emin Duraku në Prizren, mësimdhënës dhe nxënës të kësaj shkolle kanë përgatitur një program të pasur artistik. Me këtë rast, drejtori i kësaj shkolle, Rahim Bekteshi, ndër tjerash drejtori Bekteshi, tha se shkolla shqipe ka nisur që nga mësuesi i parë i shkollës dhe pastaj ka vazhduar. Që populli shqiptar edhe mësimdhënësit shqiptar në Kosovë u ballafaqohen në fund të shekullit të 20 edhe me sfida tjera të radhës, kur me vitet 89-90 të shekullit kaluar, nxënësit dhe mësimdhënësit u dëbuan nga shkollat e tyre, andaj do thotë mësimi për me u zhvillu paralel, u zhvillua në shtëpitë shkolla. Kam qenë vetë njëri nga protagonistët që kam kaluar këtë kohë, sigurisht edhe ju shumë mësimdhënës që jeni këtu prezent, sepse i jepja mësim edhe në shkollën fillore, por edhe në shkollën e mesme, në këtë periudhë, të thotë, në vitin 1990, kanë qenë vitet e sfidës vërtet të mëdha, ku janë ndjek, janë përsekutu, mësimdhënësit. Kurse nxënës të kësaj shkolle kishin përgatitur program dhe aktivitete në shumë drejtime, si në poezi, e valle, recitime, punime të gazetës së Murit e kështu me radhë. Liria është kënga që zemrat i bën të rrohin më shumë, të ndizën më fort. Oh, Kosovë, tokë e larë me lëtë. Sot, flamuri yt valon çdo skut. Thjesht kjo nuk është veç një datë, është shtrati i dijes i rritës. Me 7 mars 1887, krimtaria që goj me goj u përcjell, filloi të punoj me penë, jo me shatë. Me letër filloi për të mbjellë. Zünde, emeğiyle yoğurur hayat hamurunu, sevgiyle sarar yaralı ruhunu. Bir damla gözyaşı dökse de yine umudun adıdır onun duruşu. Ne së bashku me Arsimtarin e Teknologjisë Era Kelmendi dhe Klubin e Krijuesve Digital ju përshëndesim dhe ju urojmë këto 3 festa. Klubi Digital si gjithnjë është shumë aktiv në të gjitha festat kombëtare dhe shtetërore dhe në shenjë respekti për të gjithë mësimdhënësit e kësaj shkolle, mësimdhënësit e pensionuar si dhe punëtor teknik, kemi përgatitur nga një kartolik për ndër të 7 marsit.